Në shumicën e kishave në mes shumë të krishterëve, shohim se njohuria e tyre mbi adhurimin është e limituar vetëm në adhurimin publik të së dielës në mëngjes apo të së dielës pas dite apo ndoshta në takimet e mesjavës. Por adhurimi është një mënyrë jetese. Adhurimi është plotësia e qenies son dhe përfshin plotësinë e qenies son. Adhurimi përfshin edhe sakrificë. Adhurimi është gatishmëria për të rrezikuar çdo gjë për atë që adhurojmë. Ja se si e thot Pali tek Romakëve 12 vargu 1. Prandaj, o vëllezër dhe motra, po ju bëj thirrje, nëpërmjet dëmshurisë së Perëndisë, ta paraqisni trupin tuaj si fli të gjallë të shenjtëruar të pëlqyer te Perëndia, që është shërbesa juaj frymërore e mençur.